mund t'ju them vetëm që unë jam vetë i lidhur shumë edhe historikisht, edhe shpirtërisht, po edhe themi nga pikpamja e aktiviteteve të mia gjatë jetës time me protestën si institucion, edhe natyrisht që matem shumë, jam matur shumë në shumë prej daljeve të mia, duke folur shpesh edhe për si ne po analizojmë, si ne po reflektojmë në çdo aspekt për çfarë është e mundur dhe çfarë ne kuptojmë se është një mangësi komunikimi, çfarë është një mangësi ndoshta informacioni, çfarë është një mangësi ku di unë, diku dialogu, diku digjese, diku një mos pjesëmarrje, diku një mos përfshirje, që ne të bëjmë ç'është e mundur që të bëjmë një, si themi, një proces vendimarrës në vend i cili të jetë natyrisht jo vetëm sa më i mirë për qytetarët tanë, por të jetë edhe sa më në standard për atë që është sa afërmi Shqipëria në Bashkimin Evropian. Dhe mund të ketë momente që ne mund të jemi, si themi, më kritike edhe ndaj vetes, edhe nuk diskutohet që nuk e përjashtojmë të gjë. Nga ana tjetër që të themi në mënyrë të beth dhe të papritur për një ngjarje, kushdo qoftë ajo ngjarje, që nisur nga diçka që ka ndodhur dhe që ishte e dënueshme, u trajtua dhe u adresua në mënyrë të menjëhershme nga shteti, që tani të gjithë për tokë, o dorëheqje gjithë qeveria, o dorëheqje gjithkush, o dorëheqje nga i pari ke i fundit dhe të lëmë çdo gjë në mes dhe të secilit të heq dorë nga gjithçka, pa ditur se çfarë është ajo që propozohet, duke se është një situatë që kalon, kjo në radhë parë një kalon përtej mesi, si blend kalon përtej mesi, ministër kalon përtej nesh, kjo është një gjë që nuk merr parasysh asnjë nga përgjegjësitë tona, ne mbartim shumë përgjegjësi karshi qytetarëve, karshi vendit, karshi një kontrate që ne përfaqësojmë këtu, ne nuk kemi vetëm vetvetja dhe është shumë e rëndësishme të kuptohet që është në radhë parë një në respekt të vetë protestës si institucion, që ne sillemi me përgjegjësi ndaj gjithë atyre që na kanë votuar, pavarësisht se sa mund të jetë realisht ky numër sot, pavarësisht se sa dhe cila mund të jetë ndjeshmëria edhe e votuesve tanë, dhe ne duhet të respektojmë shumë natyrisht vullnetin e të gjithë qytetarëve, sepse vetëm kështu mund të mendojmë që mund të kemi një rezultat akoma dhe më të mirë për atë që duhet ishte një reflektim i të gjithëve për atë që mund të ketë ndodhur, për atë që do kemi sfidë në çdo prej sektorëve që ne drejtojmë dhe nuk ka asnjë mundësi që të kemi dot një Shqipëri perfekte, befas, menjëherë dhe në kaq pak vite të një themi periudhe kur Partia Socialiste, kur kjo majorancë, kur shumë prej institucioneve që janë besuar Partisë Socialiste dhe të gjithë neve në mandatet e ndryshme, kanë kaluar dhe sfida të cilat ju i dini shumë mirë. Në mandatet që ne kemi kaluar, ne mund të themi me zë të lartë që kanë qenë të ndikuara dhe të kushtëzuara në mënyrë shumë të fortë, në mënyrë shumë të konsiderueshme dhe nga tërmetet që ne kaluam, po dhe nga pandemia. Kanë qenë vite që ne jemi përpjekur që të superojmë, që të përballojmë një prej situatave nga më të vështira që bota ka kaluar. Shqipëria i ka superuar këtë situatë, Shqipëria sot është në këmbë, Shqipëria sot është më mirë se kurrë më parë, por natyrisht ne kuptojmë që pritshmëritë dhe niveli i lartë i kërkesës së qytetarëve tanë, që është dhe i yni, është shumë i lartë sot dhe niveli shumë i lartë i pritshmërisë natyrisht ndonjëherë nuk përputhet me realitetin, por kjo nuk do të thotë që ky nivel pritshmërie do të justifikonte gjithë anatemimin dhe gjithë, si themi, hedhjen poshtë gjithçka e të bërë në këto vite, aq më pak në kuptimin që kjo qeveri dhe që në përgjithësi pra ky mandat dhe i sapo filluar dhe ne vim nga votimet e majit vitit 2025 më të konfirmuar se kur të mund të vihet në diskutim në këtë nivel. Ne kuptojmë pjesën emocionale, ne kuptojmë shumë mirë të gjithë ndjeshmërinë e qytetarëve, ne ndjekim çdo zhvillim në vend dhe do mundohemi shumë që të reagojmë në mënyrë si themi proporcionale në kuptimin e arsyes, por edhe në kuptimin e profesionalizmit dhe të përgjegjësive tona ndaj çdo prej pritshmërive të qytetarëve e cila është shprehur në këtë protestë për pjesën e mbar, për pjesën e mirë, për pjesën themi e çiltër, për pjesën e drejtë të kësaj proteste. Për pjesën tjetër pastaj të gjithë ne jemi të qartë që ujku mjegull do, kështu që në shumë prej këtyre situatave ka dhe plot mjegull dhe